Edhe fush Kosova po bashkangjitet me ato komunat që është vështirë mi para pa se kush deli pari. Sigurisht që zoti Osmani ka një përsi sa i përket biografisë, dhe nëse zgjedhet vetëm me tika sa i përket biografisë së tij, patjetër që bën diferencën zoti Osmani. Por qeverisja e gjatë e LDK-s atje, pastaj në zgjedhjet e fundit kemi interesante dhe disa lëvizje pra në zgjedhjet nacionale, mos harrojmë nëse zgaboj LDK-ja është partia e tretë në fushë Kosovë, dhe kjo hap garen për mundësi pra për të pa ballotazh në komunën e fushë Kosovës. Gara për të futur në ballotazh përsëri mund të jetë e ngushtë se kush do të futet. Nga lëvizjeve të vendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, të dy figurat i dhonë shumë zjarr debateve, që kam përshtypjen që zotit Osmani shumë nuk pi përshtaten edhe vështirë me pa zotin Osmani realisht në debate dhe pak po jep takat që fitoria e tij do të jetë i sigurt. Ndoshta mund të kemi një befasi krejt ndryshe që LDK-ja mos futet fare në ballotazh dhe të kemi vetëvendosjen dhe PDK në ballotazh. Vetëvendosje dhe PDK, për shkak që mos harrojmë ka ndryshim jashtëzakonisht të madh edhe të popullatës atje. Një pjesë e madhe një pjesë e madhe 02-sha janë tash në fushë Kosovë dhe kjo kam përshtypjen edhe në zgjedhjet nacionale i kanë dhënë efekt për të dalur Partia Demokratike e Kosovës e dyta në nivelin nacional. 02-sha po i bjen demokratët që 02-shat e një që po shkojnë në Mitrovic. Po janë 02-sha është edhe Mitrovica, Skënderaj, Vushtreja. Kështu që demokracia aty. Amo 01 Drenasi. 01 Drenasi. Pa e kemi dhënë veç me bë balanca, se jo për tjetër.